Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do ju sjell një bukë të shëndetshme, buka që do ju dobësoj. E kam quajtur unë sepse bëhet pa miell, pa majan, nuk ka nevojë të vi, përgatitet shumë shpejt me përbërës të thjeshtë që edhe mund t'i keni në shtëpi, po i gjeni kudo në çdo market. Kjo është buka e famshme, virale, që bëhet me tërshër dhe mund të përdoret edhe nga ata që janë me diabet. Është e pasur në proteina dhe fibra. Në një tas të madh do të shtojmë si fillim 2 vezë. Shtojmë tek vezët gjysmë gote kos, gjithashtu nuk do harroj t'ju kujtoj nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re. Gjithashtu nëse ndiqni videon deri në fund fare, do ju shfaqen 4 recetat më të pëlqyera e më virale në kanalin tim. Do të shtojmë rreth gjysmë filxhani kafe djathë të grirë, djathë grana apo djathë parmigiano, por edhe mund të mos e shtoni. Unë ka raste që nuk e shtoj sepse bëj shumë shpesh këtë bukë si një opsion të shëndetshëm, madje edhe fëmijët e kanë shumë qejf. Tani do të shtojmë 1/2 lugë çaj me sodë buke. Do të shtojmë 1 lugë çaj me fryes keku. Përzijmë të gjithë përbërësit derisa të na formohet një masë homogjene, ndërkohë kujtojmë që të ndezim furrën në 180 gradë Celsius që ta kemi të parangrohur. Do të bashkojmë nga 1 filxhan kafe me far ylle dielli, 1 filxhan kafe me fara kungulli, 1 filxhan kafe me fara lini. Do të përzijmë dhe do të vazhdojmë duke shtuar tërshërën. Tërshërën unë e shtoj me sy derisa të na mblidhet e gjithë masa, pra mos jetë një masë e lëngshme. Vazhdojmë me shtimin e tërshërës dhe përzijmë me duar derisa të na krijohet një masë kompakte, një traqme dhe homogjene. Shikoni pak, kjo duhet jetë masa e tërshërës në fund. Të gjithë masën e rumit të përgatitur me tërshërën do kaloj tek kjo forma që është drejtkëndshme, por edhe mund t'i jepni thjesht formën me duar. Unë do ja tregoj se si veprohet, sepse do të bëj 2 nga këto bukët sot. Është shumë e thjeshtë. Do i shtojmë ca fara sipas dëshirës, unë po i shtoj ca fara lul kuqe, fara susami të bardhë, fara susami të zi. Tani do e kalojmë në furrë në 180 gradë Celsius dhe do e pikim për 40-45 minuta. Gatitet për 10 minuta, prandaj unë tani shpejt do të bëj edhe një tjetër sepse dua për prindrit e mi. Ndërkohë që kjo piqe do fuzë atë tjetrën të piqen së bashku. Kjo është edhe buka e dytë që përgatita, tani do e vendos të piqet bashkë me bukën tjetër. Një pak si ka dalë buka jonë, është krokante. Komplet korja është shumë e shijshme, t'ju tregoj edhe bukën tjetër. Kjo është pjesa tjetër e bukës. Kjo ka dalë më hollë dhe është edhe më e shijshme dhe më krokante sepse e kam bërë në tavë më të madhe, kurse kjo që i dash formën me dorë është disi më trash.